Motorin e ka 650 kubik, 2 cilindërsh, punon shumë mirë edhe në gjendje tepër të mirë. Kjo është me dalë në qytet, jo për rrugë të gata. Shënjestër.net. Veturën e bën të veçantë që është një veturë shumë e vogël. Motorin e ka 650 kubik, 2 cilindërsh. Modifikimet në këtë kerë janë vetëm pjesa jashtme, domethënë motorën këtu janë të vetat, kështu fabrikisht, nuk kena modifikuar kurrë. Punon shumë mirë edhe në gjendje tepër të mirë pune. Fejon aty ka 3 muajtëshe. Është shumë vështirë me gjekë se fejon se janë shumë të vogla, kanë profilin veç për këtë veturë. Kerri ka 4 shpejtësi, mas shumë të që i kom ngrohë kësaj veturë është 80 km/h. Kjo është me dalë në qytet, jo për rrugë të gata. Para lufte ka pas shumë zastava, tash nuk e një dikën që i ka kësi veturë. Kur të më shojnë rrugës njerëz me ta menojnë që janë Fiat, nuk më besojnë derisa t'ja u tregoj dokumentat që është zastavë. Shënjestër.net.